Ko e kemi edhe politika që nuk po ik hiç unikatilet. Është pak interesant që Lulzime, Arneza na tregon. Po, faktikisht Lulzim Basha e ka bërë një video për Edi Ramën, që në atë video e ka përmend një herë mos e lëshojmë këto, e lëshojmë dikën tjetër, videon tjetër, videon e parë. Video e parë është Okej, kjo. Në listë hapur jam Moram me koalicionin Euroatlantik në Tiranë. Po ti Moram ku je? Ke thonë që të jesh listë hapur. Sishën, as në Tiranë, as në Shkodër, as në Vlorë, as në Durrës, as në Fier. Ku je fut Moram? E pike pasha zotin. Ke gjithë shtetin në dispozicion, edhe prapë shkon e futesh në listë mbyllur. Apo ke ndonjë frikë? Se frika të boket për gjumin. E diti? E s'mu përgjigje ku i ke shokët. E djetë kongën unikatilit? Ku të kanë me të shokët? Ku i ke Moram shokët? Ha? Sa për 77 Moram? 313, aty ku ke shokët. Ku i ke Moram? Ku e ke Lali? Ku e ke Lirbeqen? Ku i ke shokët? Edhe në fund, thot e ke dëgju ti Unikatilen, thot shokët edhe kjo frazë, do më thone Lulzim Bashës, është bot te për viralin rjet, që ka shpërthyme një herë, sidomos me këngët Unikatilet, edhe pasaj për me ironizu krejt këto komentet e komentuesve, qytetarëve tjere që kanë komentu, pasaj Lulzim Basha e ka vendos një video me këngën e Unikatilit që muna me dëgju tash edhe videon me lëshu. Po që ka shku shumë viral edhe është faktikisht ku e kilolin, venin, terin, lirbeqen, sojen, qyrben. E mirë. Po këtë emra sigurisht nuk janë, nuk qëndrojnë, vetëm i ka vendosë kështu. Jo, lalere. Këta janë tamam, Po, tamam shokët e ti janë. Oram ku i ke shokët. Mirë, po që interesant pak, nuk është që është vetëm politika nga Shqipëria që e fillon kështu me këngë dhe disa. Kemi pasë në Kosovë Donika Gërvalla bashkë me Vjosa Osmani, presidentin e vendit, ku me këngë të Davines paka shumë i kanë bërë disa njëra tjetës. Po, prej këtyne të Shqipënisë nuk kena mësu me ngu Unikatilen, se këta ngoj Noizen. Jo në ashtë me Noizen, e ta është se di, Noizja është me Edi Ramën me Bashën. Po më toku që me Edi Ramën për i sot ka kalu. Mirë, edhe kemi lajmin e fundit sigurisht, Adelina Ismaili po rikthehet muzikës, paka shumë kjo ka qenë në muzikë. Po me çka po rikthehet fakt? Do më thonë po rikthehet me një bashkëpunim me mentor Hazirin, në qoftë se nuk e ka boj. Po, do më thonë është kjo bashkëpunim me mentor Hazirin, titullohet kënga Lul Kuqe, po duket se Adelina do të rikthehet në atë stilin e saj, siç ka qenë më herët, sepse e dim që sfundi e ka publiku një këngë me Sabri Feyzullahun, po nuk ka qenë shumë stili i Adelinës që shemi mësume po ani. Po tjetra, arsyeja pse ka thonë që është rikthem, është kur e kemi pyesëna, e kemi marrë një intervistë si Kanal 10 në verën 10, në emisioni Vera 10, e pa të marrë intervistë Adelinën, masi që e ka bu projektin me Sabri Feyzullahun, edhe ndërpytjes që ja ku bë Adelinës ka qenë a kime u rikthy te me muzikë. Arsyeja pse i kom thonë a kime u rikthy me muzikë, është që Adelina ka marrë pjesë në projektin e Sabri Feyzullahut, nuk ka qenë projekti Adelinës. Edhe të në kohën, Adelina ka thonë që ky projekt nuk është projektimi, po ka qenë një ftesë nga Sabri Feyzullahu, edhe nuk o mujtë pa ja pranu ftesën. Kështu që për rikthimin e saj, ka qenë shumë skeptike dhe s'është që ka folë shumë, po ndoshta dhe tu ju lutë këtë gja shumë na si qytetarë, si media dhe tu ju thonë që na ka marrë malli, pa ka shumë e dëgju Adelinën. Adelina ju ka mbush Adelinës mendja për me u rikthy me një këngë të vetën në projektin e vetë. Po. Dhe siç duket përmes pamjeve që e thashë më herët, po duket pak a shumë e stili i vjetër Adelinës që jena mësuar me pa në ekranet tona Adelinën. Po. Çdo të përzime. Kemi nevojë edhe ne për një rifreskim kështu të muzikës, pak më ndryshe, ëh. Mirë, pse gjitha muzikët kohë të fundit po janë të njëjtë, domethënë nuk është që po ka diçka. Shumë shpejt bëhen monotone dhe nuk mundesh mi dëgju po të gjatë. Mirë, megjithatë kjo është ko Angeli që nuk halon nuk ja kena pa tizerin në TikTok. Hajde, shpresojmë se po i kanë në TikTok. Sepse kur po qëndrojmë kështu shumë gjatë në TikTok edhe po vazhdojmë më bë monoton shumë shpejt pastaj. Vetëm refrenin e kujtojmë gjatë gjithë kohës. Po, sikur kjo kënga e Butrinte që u pat bonja 3 muaj virale në TikTok, edhe kur po e shohim Butrinte kish qit tash e kish lansuar atë këngë dhe unë e komendu që ka më ti këngën Butrinte. Kështu që po bën shumë bajat kur po e qesin kështu rrjetë një herë. Pastaj
Kjo është kënga që ka ndoshta është prej vitit kaluar dikur ka dimre. është e kemi pa në fakt në gjitha platformat. Mirë po, pastaj këtë vet e ka përfundu spotin bashkë me modelin Albën. E që s'është bu kur gjohë Jo befasi. interesant, jo as befasi, edhe si përfundim këngën krejt e kemi ditë kështu e kemi prit, vetëm spoti ka qenë e re. Po. Mirë, po kthehemi tek tema. Vera është duke ardhur, sigurisht sezona fillon qysh nga qeshori po them. Ndoshta për dikë për Zvicër janë diku nga Korriku, Korriku gushti kështu po. Gjermania gushtin e ka